Përshëndetje miq, sot në kanalin tim të YouTube-it flasim për gjumin. Më konkretisht, në rast se ju çoheni me dhimbje koke në mëngjes, a thua se keni punuar turnin e dytë tër natën dhe ndiheni edhe më të lodhur se sa mos të kishit fjetur fare. Ka disa arsye dhe këto do t'i zbulojmë të gjitha sot. Ndaj ju ftoj që ta ndiqni videon deri në fund. Arsyeja kryesore që duhet të na shkojë mendja të gjitha ka të bëjë me gjumin jo cilësor. Ne mund të flenë shumë orë, por a është një gjum i mirë apo jo? Ka disa arsye pse ndodh kjo, së pari njëherë ka të bëjë me faktin që shumë prej nesh nuk respektojnë ndonjë orar specifik, që do thotë, duhet të flem çdo natë në një njëjtin orar dhe duhet të kemi parasysh që të flem herët, që do thotë gjumi i mëngjesit nuk e zëvendëson kurrë gjumin cilësor të natës. Por nga ana tjetër nuk ka të bëjë vetëm me këtë, por ka të bëjë edhe me aspekte të tjera, sikurse është edhe fakti që shpesh herë në dhomën ku neve do të flejmë mund të ketë zhurma ose drita, për shembull gabimi më i madh është kur mbajmë televizorin ndezur, që do thotë neve nuk arrim që të kalojmë në nivelin e gjumit të thellë. Praktikisht ka disa stade të gjumit dhe gjumi i thellë do të ishte ai i cili në një farë mënyrë do të ripërtorinte trupin dhe trurin ton. Dhe ky mund të jetë një nga shkaqet kryesore që mund të ndodhë që të zgjohemi me dhimbje koke. Kjo më shoqëroi gjithashtu edhe me faktin që shumë prej nesh mbajmë edhe telefonin afër nesh të ndezur dhe ajo drita telefonit para gjumit mund të çekuilibrojë dhe nivelin e melatoninës, që do të jetë edhe rregullatori kryesor i cilësisë së gjumit ton. Po për bruksizmin keni dëgjuar ndonjëherë? Ka të bëjë me një situatë ku persona gjatë gjumit do të shtrëngojnë shumë nofullat dhe kjo shoqërohet me dëmtim të dhëmbëve për arsye se ushtrohet një presion shumë i madh dhe do të ketë fërkime të dhëmbëve midis tyre. Mund të ndodhë për shumë arsye, me se cilave njëra nga këto do të jetë edhe stresi dhe sigurisht që do të ketë ndërhyrje të duhura qoftë mbrojtjen e dhëmbëve etj. Megjithatë këto janë diskutuar edhe në një video tjetër ku flas më gjatë për bruksizmin. Megjithatë ajo që duhet të kuptojmë se nëse jeni ndër ata persona që kanë të njëjtin problem, mund të ndodhë që të kemi një shtim të trysnisë apo të presionit në pjesën e nofullave dhe të rritjes së tensionit të muskujve të fytyrës. E gjitha kjo do shoqërohet më pas edhe me dhimbje koke në momentin që neve do të zgjohemi nga gjumi. Një situatë e ngjashme ndodh edhe në kushtet kur kemi shumë stres. Pra një stres i vazhdueshëm kronik mund të shoqërohet edhe me rritje të tensionit të muskujve, sidomos së pjesës së qafës dhe të kokës, dhe kjo rritje tensioni patjetër që do të shoqërohet edhe me dhimbje koke në momentin që neve do të zgjoheshim nga gjumi. Kur flasim për gjumin, nuk na shkon mendja fare që dieta dhe hidratimi i duhur do të kenë ndikim. Dieta deri diku mbase, sepse të gjithë ne e dimë që nuk duhet të konsumojmë një darkë të rënduar përpara gjumit, pra duhet një darkë e lehtë dhe patjetër që duhet të ketë disa orë distancë nga momenti që neve do të flejmë. Po përveç kësaj duhet kemi parasysh që edhe të mos konsumosh darkë fare do të jetë e dëmshme për gjumin ton, për cilësinë e gjumit ton, sikurse patjetër edhe për aspekte të tjera të shëndetit që i kemi diskutuar dhe mund të flasim gjëra gjatë edhe në video të tjera. Por ideja është që do të preket edhe cilësia e gjumit. Se çfarë do të ndodhë nëse ne nuk konsumojmë darkë fare, ose përkundrazi do të konsumojmë një darkë të rënduar, përveç sikleteve që do të kemi, do të ndikohet edhe niveli i sheqerit në gjak, pra niveli i glukozës, dhe patjetër që do të ketë impakt të drejtë për drejtë te cilësia e gjumit. Nga ana tjetër edhe hidratimi është i domosdoshëm, ai aspekti që gjithmonë ne në vlerësojmë, por nëse nuk pim ujë mjaftueshëm gjatë ditës ose edhe përpara se të flejmë, mund të ndodhë që trupi gjatë natës patjetër mund të ketë humbje të lëngjeve të trupit, do të ndikojë kështu pastaj edhe tek enët e gjakut dhe kjo mund shoqërohet pastaj edhe me një ndjesi të rënduar të kokës në momentin që do të zgjohemi. Duke qenë se përmendëm ushqimin dhe hidratimin, një element tjetër ka të bëjë edhe me kafeinën. Nëse jeni konsumator të kafes, keni kujdes. Kemi thënë që kafja na bën mirë deri diku për shëndetin ton, për disa përfitime shëndetësore, por kujdes, nuk duhet të abuzojmë me kafen. Pra nëse marrim më tepër kafeinë sa duhet, patjetër që do të ketë ndikim tek shëndeti ynë dhe tek aspekte siç është edhe rasti i cilësisë së gjumit. Por nga ana tjetër, nëse jeni konsumator të rregullt të kafes dhe patjetër do të ndërprisni marrjen e saj, sigurisht që do të ketë pasoja sikurse është dhimbja e kokës gjatë gjithë ditës në fakt, dhe jo vetëm në momentin që do të zgjohemi. Pra, duhet në sasi të moderuara, por nëse jeni konsumator të rregullt, mos hiqni dorë në mënyrë të menjëhershme prej saj. Një arsye tjetër pse mund të zgjohemi me dhimbje koke ka të bëjë edhe me gjumin jo cilësor që vjen si pasojë zgjimit të shpeshtë gjatë natës për shkak të problemeve me frymëmarrjen. Më konkretisht ka të bëjë me situata si gërhitja apo apnea e gjumit, që do të prekin konkretisht edhe
cilësinë e gjumit të natës, ndërsa një problem tjetër ka të bëjë edhe me presionin e gjakut. Ju lutem keni kujdes që të trajtoni si duhet këtë problematik, sepse në fakt statistika tregojnë që shumë persona që vuajnë nga hipertensioni ose nuk marrin trajtim ose nuk po jep efektin që duhet, mbani tensionin në kontroll. Në radhë të parë për shëndetin dhe sigurinë tuaj, por nga ana tjetër edhe gjumi do ta pësoj në rast se do të kemi një rritje të tensionit të gjakut pra gjatë natës. Dhe një faktor tjetër i rëndësishëm, sidomos kohët e fundit, nëse ju ka ndodhur shpesh që në këtë periudhë të vitit të keni dhimbje koke kur zgjoni, mund të jetë lidhur edhe me alergji. Nëse jeni sikurse dhe unë alergjik ndaj polenit, për shembull ndaj luleve, pra janë këto alergji sezonale, mund të ndodh para që të keni edhe rritje të presionit në pjesën e sinuseve dhe kjo do të shkaktoj dhimbje koke. Prandaj kjo mund të jetë edhe një nga shkaqet pse kohët e fundit mbase mund të keni më shumë dhimbje koke se zakonisht. Dhe kjo ishte videoja për sot, miq, shpresoj t'ju kam dhënë informacion të vlefshëm dhe në rast se është kështu, ju ftoj që ta ndani atë në share me miqtë tuaj dhe pse jo t'i bëni edhe një like. Gjithashtu mos u largoni nga kanali pa bërë subscribe në mënyrë që të mos u mbisni përditësimet e mia. Bashkë do shihemi në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithë shëndet.